Temperaturat e larta në këtë periudhë kanë sjellë më shumë shqetësime shëndetësore tek fëmijët. Në qendrën shëndetësore numër 1 në Shkodër, mjekët pediatër po përballen me një numër të shtuar vizitash. Mjekja pediatre Vjollca Avaraj tregon se kryen deri në 500 vizita në ditë. Sina nxehtë dhe temperaturat e larta që kanë qenë këto ditë kanë ndikuar në fakt në rritjen e smundshmërisë tek fëmijët, sidomos me problemet gastrointestinale. Ka pas rritje të problemeve me të vjellat ose edhe me diare tek fëmijët. Në moshat të ndryshme, por më shumë edhe të moshat e vogla, 0 deri në 3 vjeç. Në përgjithësi kanë qenë raste që e kanë toleruar mirë dhe e kanë kaluar, situatën që kanë pas. Edhe me ardhjen e emigrantëve ka pas rritje të numrit të vizitave, sepse ata kthehen në vendin e tyre, kthehen në ambulancat e tyre ku kanë qenë të regjistruar dhe janë vizituar. Kanë ardhur edhe viroza dhe nga shtetet ku kanë ardhur, po gjithsesi gjitha janë kalu mirë. Këtu te na zakonisht janë mbi 10 vizita në ditë, 10, 12, 15, 13, edhe afërsisht ashtu. Unë kam 2 lagje dhe kam ma tepër, kam pothuajse 2 fishin, e këtyne që përmenda. Mjekja pediatre këshillon që fëmijët të shmangin ekspozimin e diellit veçanërisht në orët e pikut. Temperaturat e larta nuk ndikojnë për mirë në shëndetin e gjithë secilit, sidomos edhe për fëmijët, prandaj duhet me pas kujdes. Mos me nxjerr fëmijët nëpër orët e pikut të nxehtit, domethënë mi fut mbrapa nga 10:30, me dal prek mas dite, mas orës 5:30, mos me pas ata temperaturat e larta shumë. Me rehidru, domethënë mi dhan langje sa më shumë, me majt në hije, me vu kapele të bardha, mundësisht me thyr rrezet e diellit.